Është vështirë të gjesh rrugë në qytetin ton ku të mos ngrihet ndërtesa një shkolle. Çdo mëngjes ato mbushen me buzëqeshjen gazmore të qindra djemve dhe vajzave, me buzëqeshjen e bukur dhe optimiste të rinis. Dhe në një nga këta mëngjese të zakonshëm, së bashku me turmën e madhe të nxënësve, me gëzime dhe shqetësimet e tyre, ne u futëm në një nga shkollet e qytetit ton, në shkollën e mesme industriale, 7 nëndori. Prania jonë nuk u tërhoqi vëmendjen nxënësve. Ata na kanë parë ne sa e sa herë dhe tashmë na njohin mirë. Bile ndonjë bëhet edhe miku ynë. Por ja si duket një vajzë të re, puna jonë i zgjoi interesim. Nga jeni? Nga Tropoje. A du na shoqëroni të njihemi me shkollën tuaj? Me gjithë dëshirë. Mirë se erdhët në shkollën tonë. Mendoj të çoj së pari tek drejtori i shkollës sonë inxhinieri Ali Progri. Ne do donim të mësonim shoku drejtor diçka që nuk do të kishim mundësi ta fiksonim në kameran tonë. Diçka të re do ta kem të vështirë të thonë. Ato që do të shikoni do të jenë padyshim më të plota nga fjalët e mia. Megjithatë, unë mund të them se shkolla jonë është nga shkollat më të vjetra profesionale në arsimin tonë kombëtar. Dhe të veçanta të kësaj shkolle janë shkëputur duke krijuar shkolla profesionale më vete, siç është shkolla e mesme profesionale e ndërtimit, shkolla e mesme profesionale e minierëve dhe gjeologjisë, shkolla e mesme profesionale e naftës dhe shkolla të tjera, të cilat janë ngritur në krajina të ndryshme të vendit tonë. Shkolla jonë, me të 2000 nxënësit dhe të 100 mësuesit e saj, ndodhet në procesin e revolucionarizimit të saj të mëtejshëm. Dhe duhet të theksoj se, në këtë hop cilësor, në formimin ideopolitik të nxënësve, në kalitin e tyre klasore, në përgatitjen e tyre teorike që ka prioritet, dhe mbi këtë bazë, ata përgatiten si punëtor me kualifikim të lartë e si teknik të mesme. Ne krenohemi për bibliotekën tonë. Kur hyra për herë të parë në të, unë humba në mes të morisë të librave. Asnjëherë nuk kisha parë kaq shumë libra të llojeve të ndryshme. Në fshatin tim, në shtëpinë e kulturës, ne kishim vetëm disa qindra copë, kurse këtu plot 35.000 ekzemplarë. Fondi i pasur i bibliotekës shfrytëzohet kryesisht nga ne, nxënësit dhe pedagogët. Nëpërmjet literaturës plotësuese ne përvetsojmë akoma më mirë profesionin tonë. Është gjë e bukur dhe kuptim plotë të shikosh në sallat tona të studimit, krahas pedagogëve edhe nxënësit, duke studiuar materialet e bibliotekës sonë. Ndoshta në të kaluarën edhe njeriu më progresist nuk do ta parafilironte dot një afrim të tillë midis nxënësit dhe mësuesit, siç ndos në shkollën tonë të re. A keni dëgjuar për letrarët tanë të rinj? Sot ata po diskutojnë për romanin Kështjella. Shkojmë t'i dëgjojmë. Si që vendosëm, sot do të vizitojmë për romanin Kështjella të Ismail Kadares. Fillojmë. Me Kështjellën Ismail Kadareja na solli përsëri diçka të re në krijimtarinë e tij dhe në qëndërsinë tonë. Është merit e këtij autori që na është vazhdimisht në kërkim të sëres. Këtë radhë shkrimtari zbriti në të kaluarën. Në vepër na jep një ndeshje ndërmjet shqiptarëve dhe turqëve, një rrethim Kështjelle dhe tregon për qëndrueshmërinë e popullit tonë. Autori nuk do të thotë se cili nga rrethimet ishte ky. Kështjella është një vepër artistike me temë historike. Ismail Kadareja, duke bazuar në materialin historik, në jep idetë e kohës,
Ideja qendrore e veprës është që ne sa popull shqiptar, ka çdo miku, sa do i fuqishëm që të ishte ai. Në këtë drejtim, epoka e Skënderbeut që përbën materialin historik dhe epoka e sotme ku lindin dhe së cilës si shërben idetë e veprës kanë afërsi. Për të kuptuar këtë, ne na ndihmojnë mjaft hyrjet e kapitujve dhe bisedat e armiqve. Turqit merohen kur mendojnë se shqiptarët do të bëhen shembull për popujt e tjerë. Kryeveq Ilhaxhi, midis të tjera shtot, duke dashur të japim atyre vdekjen, në udhën pa vdeksin. Këto fjalë na bëjnë të mendojmë për namin e mirë që gëzon sot Shqipëria në të gjithë botën. Po përse vallë këshillarëve u zhdon aq pak vend? Do desha që të merrja vesh më shumë për jetën brenda kështjellës, por ka përzimin nga ana e shqiptarëve të vështirësive që u impononte lufta. Autori mendoi të pohoj pafishmërinë e popullit tonë nëpërmjet disfatës së armiqve. Duke ngritur lart qëndresën e shqiptarëve, vepra na bind se populli ynë do të gjejë kudoherë forca të thyejë çdo armik që do të guxonte t'i prekte lirinë. Ai vazhdon e çon më tej traditat më të mira të parëve. Kjo bën që vepra të ketë një vlerë të madhe edukuese. Dheja shoqëruese jon na futi në një klasë ku zhvilloi ore e kimisë. Vajza malësore si duket donte me çdo kusht na ishte për shtypin e gabuar se shkolla e saj ishte thjesht shkollë teknike. Me këtë mendim zbreta dhe unë nga bjeshkët e Tropojës këtu në qytetin e madh, por shpejt u zhgënjeva. Krahas lëndëve teknike, ne përvetsojmë lëndë të kulturës së përgjithshme të cilat të hapin auditorët e çdo fakulteti. Një gjë pozitive që vjet re në shkollë, është fakti se nxënësit përgatiten jo vetëm nga ana teorike, por edhe nga ajo praktike. Ne ndihim gjatë në orën e kimisë. Ky vëzhgim na shërben për të patur një ide shumë të qartë mbi karakterin e ri të shkollës teknike, mbi përpjekjet e gjithë kolektivit mësues-nxënës për të vënë jetë Në aksionin e madh të elektrifikimit që përfshiu gjithë masat tonë punonjëse, edhe ne dhëmë kontributin tonë modest. Në rreth 30 fshatra të Republikës do të gjesh gjurmët e punës sonë. Tani do t'ju njoh me një nga 3 komponentët e trekëndshit revolucionar, mësim punë prodhuese, përgatitje fizike ushtarake. Kur zbrita para 4 vjetësh nga bjeshkët bashkë me zhaurimën e Valbonës dhe ajrin e pastër të maleve, unë sjellja dhe drojën e vajzës malësisë. Po kështu ndodh